E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të komentuar rreth ngjarjeve më interesante tashmë të jetës së artistëve dhe personazheve publik. Kiara Tito në fakt është një nga vajzat më të komentuara dhe më të pëlqyera të showbizit. Shumica e personazheve, domethënë, mundohen që të hedhin pika të shëmtuara rreth karakterit të Kiarës, rreth natyrës së Kiarës, rreth botës së Kiarës, duke u munduar që personazhin e saj, njeriun e saj, botën e saj ta gjuajnë në tokë me shpifje të shëmtuara. Kiara Tito ka arritur që të jetë në pozicionet e saj të jetës në të gjitha dimensionet e mrekullueshme, si në pozicionin e nënës, ashtu edhe në pozicionin të bashkëshortes, ashtu edhe në pozicionin e vajzës, ashtu edhe në pozicionin e prezantueses. Në fakt ka patur hipoteza të ndryshme se pse Kiara është prezantuesja më e dashur në Top Channel dhe pse Kiara i merr të gjitha këto role. Unë mendoj që Kiara, me seriozitetin e saj, me vërtetësinë e saj, me natyrën e saj, tregoi që në jetë gjërat bëhen me dashuri. Dhe moderimin, unë personalisht, si tiron, te Kiara e shoh me shumë dashuri, te Kiara e shoh me shumë përkushtim dhe e shoh një vajzë e cila me patjetër dëshiron që të bëjë gjëra të bukura. Do të thonë, shoh një Kiara që do të sjellë në të gjitha dimensionet gjëra fantastike dhe kjo në fakt mua më pëlqen pafund. Kjo në fakt mua më bën që unë ta vlerësoj dhe ta duartrokas Kiarën. Kiara tashmë do t'jetë pak në pushime, do me thënë pas gjitha angazhimeve që kishte, si në Portokalli, ashtu edhe në jetën e saj të përditshme, si nën, por edhe në fan club, do me thënë nuk është e lehtë të menaxhosh një fan club, nuk është e lehtë të bësh një emision, fan clubi është emision me vete, është maraton e gjatë, do me thënë 1 orë e gjysmë pothuajse çdo të diel është një lodhje, por Kiara siç duket di të menaxhoj rrugtimet dhe po e sfidon veten që di të bëj gjëra të bukura. Unë mendoj që Kiara tregoi që është një vajzë e mrekullueshme dhe është një njeri që audiencën di ta mbërthej me dashurinë e saj. Mua më pëlqen Kiara dhe unë sinqerisht uroj me zemër që ta shoh edhe më aktive në televizionin Top Channel, sepse unë e shoh që Kiara ka kapacitetin të bëj edhe më shumë gjëra të bukura, sepse fillimisht një herë diti të tregon që është një nuse e mrekullueshme. Ne nuk kemi mësuar që personazhet publik të shikojmë që të kenë një raport të bukur me vjerën, nuk kemi mësuar që personazhet publik të shikojmë që të kenë një raport mrekullueshëm me familjarët e burrit. Kiara diti ta tregon që është e mrekullueshme nëpër të gjitha dimensionet dhe di të bëj gjëra të bukura. Dhe në këtë rast, domethënë që po flas unë, Kiara është e lidhur jashtëzakonisht shumë me Luizin. Unë e shoh që mundohen pafund domethënë që të hedhin gur mbi Luizin dhe Kiarën, të shkatrojnë marrëdhënien e tyre, por unë mendoj Kiara me seriozitetin e saj dhe me inteligjencën që ka arritur ta mban marrëdhënien e martesës dhe të dashurisë, por edhe të familjes, edhe të profesionit, ta mban në një dimension që realisht është shumë e vështirë për ta mbajtur. Ky është mendimi im në raport me Kiarën. Çfarë mendimi keni ju?